Mirëmbrëma të gjithëve. Ka marrë sot ekstra për juve, për vajzat të reja që kanë dashur të dëgjojnë për një ngjarje në një kohë, fatkeqësisht për një ngjarje që është ndaluar pastaj, nuk është bërë më tutje. Mendoj për pajtimin që edhe më tutje duhet se cili prej nesh të kjap nga vetja e tij ose nga vetja e saj. Unë isha pak e emocionume për parafolsën, sepse në mua gjithashtu dy herë ka qenë kanceri dhe për çudi jam në mesin e juaj. Nuk të shkoj më tutje. Por sonte do të flas për një kancer tjetër. Unë kam ardhur për kancerin në trupin e shoqërisë, kancerin të quajtur gjakmarrje. Për shkaqe teknike do të mundohem të flas më ngadalë, e kam shumë të vështirë. Unë jam pak ma temperamente dhe flas me qef bukur shpejt. Po pra, gjakmarrja ishte diçka që më ka preokupuar qysh kur isha fëmijë. Në klasën e 5 mund të isha kur ishte vrarë një fshatari imi në rrugë. Thoshin për shkaqe krenarie, thoshin për një shuplak. Por një burr i ri, babi i fëmijëve, ishte vrarë. Dhe fshatin tim të vogël nuk e kisha parë asnjëherë aq të heshtur. Ishte një paradoks. Njerëzit thoshin vrasin për të mbrojtur krenarinë dhe unë pikërisht atë kohë fshatin e shifsha shumë të zymt dhe fare pa krenari. Gati të gjithë fshatarët ndiheshin fajtor për krimin që kishin ndodhur. Pra u rrita me këtë ngjarje e cila edhe më tutje mbeti për mua absurd. Dhe ky gjak është falë pastaj në kohën time në Sojza, në kohën e pajtimit të gjaqeve në vitin 1990. Por si ndodhi që tamam në vitin 1990 të bësh të pajtimi i gjaqeve? Një burr në Gollak më pa të thënë në një takim, jo se ka pas burra të këqij dhe ma përpara, por ata kanë ardhur shpeshherë në kohën jo të duhur. Herë më vinin burrat e mirë në kohë jo të duhur, kur isha i lënduar, herë më vinin burrat të këqij në kohë të duhur, po s'mund t'ju falja burrave të këqij. Burrat të këqij ishin ata që paguheshin. Dhe ai tha, ju gjetet kohën dhe ju jenë njerëzit e kësaj kohe. Cila është pra koha në cilën u bë pajtimi i gjaqeve? Unë isha liruar veç para pak kohësh, para një viti prej burgut, si shumë të rinj dhe të reja të kohë, ishin për shkaqe politike, për shkaqe të mendimit të lirë, ishin arrestuar, ishin dënuar dhe unë kisha bërë po për këtë arsye më përpara 4 vite burg. Dhe në burg kisha kriju një përvojë të re jetësore. Njeriu ose do të jetë i guximshëm e do të mbijetoj, ose do të jetë i humbur. Pra, guximi ishte ajo që ka karakterizuar gjeneratën time, të rinjët dhe të rejat e asaj kohe. Në vitin 1990, për ata që janë të moshës time ose pak më të rinj ose pak më të vjetër, e dim që çmenduria e politikës arriti kulmin. U ndalua autonomia, u hoqi autonomia, u mbyll universiteti, ishte shumë e dhëmshme për neve atë kohë si student. Dhe të gjithë sipas mundësisë protestonin kundër këtyre ndalesave. Ne ishim një popull i ndaluar atë kohë. Dhe një prej tyre isha dhe unë, natyrisht. Në janar të vitit 1990, si që e mbaj me neta asaj kohe, kishte jo vetëm polici në rrugë, po doli edhe ushtria me tanke, me gjitha gjëra që atë karakterizonin e që mund të përfshihen me një fjalë, ishte dhuna. Ai tërë arsenal e dhune ishte në rrugë, në rrugën tonë. Jo vetëm në kuptimin fizik të fjalës, në rrugën e jetës tonë. Dhe në fund të janarit mund të ketë qenë 27-28 janari,
u bo një demonstrat në gjithë Kosovën, që mbahet mend, ku nuk ishin më vetëm të rinjët pjesëmarrës në demonstrat, ishin edhe prindrit tanë. Shpesh herë kam dëgjuar kur e thonë janë të rinjë nuk dinë se çka të bojnë, por me kohën ishin edhe prindrit ata që e panë që jeta është ngushtuar shumë. Dhe atë ditë në Pej, unë pash me sytë e mi gjëra që nuk do të kisha dashur asnjëherë t'i shoh. Veç 2 metra përtej meje, u vra Fatmir Uka. Ishte fare i ri, nuk ishte i rritur. Ajo është një skenë të cilën unë nuk do të harroj asnjëherë. Ai vdiq në durët tona. Ne u munduam të ndalim gjakun nga trupi i tij, por ai vdiq. Dhe po atë ditë pash një tjetër person i cili nga plumbi ishte gjveshur mishi këmbës dhe netët me rruar nga ajo pamje, provonim ta qonim në spital në Pej. Dhe ura ishte e ndaluar. Ishte ndalesa më e egër që kisha përjetuar në jetën time. Dhe po atë ditë, një burr kishte parë në po atë demonstrat 2 kushërinjë të hasmëruar për fat keq, të ranë në gjak, si që thonë popullorqe, dhe erdhi në mbrëmje tek unë, në mbrëmje ku unë isha strehuar të gjyshërit të mi, që jetonin vetëm në një fshat. Edhe tha, të lutem, unë e di që ti ke respekt me shokët e tu, po e shpjegoj për juve si ishte burgosur politik, aludonte. Të lutem që të mos ndodhni vllavrasje në demonstrata, shkoni kërkoni besë, të paktën për këtë kohë. Edhe atëherë, edhe sot jam e bindur që nuk ka njeri, nuk do të kishte njeri që do të dilte në atë demonstrat ku mund të vritesht edhe vetë në fund të fundit të vras njeri tjetrin. Isha thellë e bindur, edhe jam e lumtur që kam qenë atëherë bindur, dhe jam e lumtur sot që i besoj bindjes time. Ishte një koincidencë, ndoshta është dashur të ndodhë kjo koincidencë me kush që të ndodhë aksioni pajtimi gjaqeve. Në mbrëmje, hap televizorin dhe shoh lajmet. Zëdhënësi i ministrit të punëve të brendshme të Serbisë doli në televizor dhe tha, nuk jemi ne ata që i vram demonstruesit. Ata janë, ndoshta keni problem me zërin, ata janë, vrahen me zvete. Ata janë vetë primitiv, ata vrahen me zvete. Ishte momenti ku kam thonë, ne nuk guxojmë t'i japim asaj politike përmes gjakmarrjes alibin për t'i fshef dhe për t'i qetërsu krimet e tija. Ne ishim që do t'i lejonin alibin ose jo. Dhe ishe ky momenti ku unë kisha vendosur të nesërmen pa marrë parasysh rreziqet të takohem me shoqen time. Ju duket gati e çuditshme, po ne ishim 2 vajza atëherë. Jam takuar në Pej dhe kemi biseduar këtë mendim. Në fillim njerëzit na thanë, ju, vajzat, gratë, çka lypin ato në odë, kush jeni ju, në atë kuptim. Po, jo drejt për drejt, kishte njerëz që e thoshin. Bashkë me disa shokë të tjerë, morem pastaj iniciativën, kontaktuam njerëzit e guximshëm, ishin edhe intelektual, të pak në fillim dhe të shumt më pastaj, që përkrahën iniciativën tonë, që morën pjesë fizikisht në këtë proces, dhe aksioni filloi. Për shkak se kam vetëm pak minuta, më duhet të ngutem. Në fillim shkuam në Lumbardh, pikërisht pse personi që tregoi shqetësimin për vrasjen e mundshme që mund të ndodhte në demonstrat, vinte nga Lumbardhi.
Dhe aty kërkuan besë. Dhe morën besë për 3 muaj. Ma pastaj, rrethi u zgjerua. Rasti i dytë u fal në Raushik. Në Raushik ishte pajtim i 2 familjeve. Ata për fatin e keq kishin vrarë nga 1 person për familje. Do të thotë ishin vrarë më përpara 2 persona. Ishte rreziku të vritin në matutje. Gjaku u pajtua. Dhe rasti i tretë ishte në Breliq, ku vërtet gjaku u fal. Aty nuk u mor asnjëherë gjaku nga familja tjetër. Unë kujtoj nëse thom shpejt e shpejt se u bo familja, u bo ky pajtim në këtë familje dhe në atë familje, ka pas shumë angazhim deri tek thënia ju qoftë fal gjaku. Se kanë ide njerëzit që nuk e kanë provuar. Është dashur të hysh në odën e burrave, e dashur të flasësh me të vjetrin, e dashur të flasësh me gjithë burrat, është dashur të flasësh me gruan e të vrarit, me nënën, është dashur të flasësh me fëmijët, ose është dashur të bëhet falja e plot, ose ajo nuk ka qenë e vlefshme. Me besoni, kanë qenë net të tëra biseda. Një pyetje ishte, çfarë roli ka luajt gruaja, vajza, nëna në këtë aksion? Në odën e burrav, dhe unë e kam njohur odën e burrav se jam rritur vetë në familjen e madhe, dhe në raftë të Dugagjinit oda ka qenë shumë prezente. Në odën e burrave është menduar, është folur vetëm me kokë. Por dhembja është ndjenjë. Dhembje si duhet pak shpirt. Dhe gruaja, dhe vajza, dhe nëna, dhe motra, janë ato që dinë më miri ti falin pak shpirt dhembjes. Ta zbutin atë. Ta boj njërim më njerëzor. Dhe kujtoj, ne kemi pasur fatin, ta bojmë këtë zbutje. Dhe ne kemi pasur fatin, që pajtimi i gjaqev të bëhet jo vetëm me kokë, por të bëhet edhe me shpirt. Pra ndaj ka qenë i suksesshëm pajtimi i gjaqev. Por, oda e burrav ka kërkuar prej nesh edhe të njohim kodin e saj moral. Njohim kodeksin moral të shqiptarëve. Ne kemi guxuar të shkojmë edhe të mos respektojmë rregullat e udhës. Një shembull. Ishte një fshat afër Pejës. Shkuam në mbrëmje. I zoti shtëpisë na priti, ne kemi qenë të mirë pritur. Mirë po ishte diçka i ftoft, ishte gati i të huajsuar. Diçka nuk e lente rehat. Ne bisedua me te. Mas gjatë kohë tha, ju lutëm shkoni sonte dhe e janë i nesër. Unë e dija, edhe shok dhe shokja ime, që nëse ne atë mbrëmje do të shkonim, mund të ndodhte pikërisht atë mbrëmje një tragjedi. Ne kemi ndier, por ne kemi qenë edhe të informuar nga po dikush që përkrahte familjen e faljen e gjakut. Ishte ora policore, ora 8. Dhe ai tha, aman, veç dhe i nesër më jap një kohë. Dhe ne tham, është ora policore, ne do të rrim këtu. S'keni nevojë të merakoseni, ne do të rrim këtu. Sepse ne e dinim se nëse rrim në odë, ai nuk guxon të vras dikën, do të preheshim në besë. Do thot, duheshe të bëhesh një kapërcim i letmës të vjetrës të kereja që ne i dëshirojmë. Dhe ka rrethi mëngjesit, kur e pavë se vërtet nuk mund të dalim nga oda, dhe nuk e kishim dërmend të dilnim, erdhi me një pushk automatike, e nxori 5 pluma prej saj, dhe i ndav gjysmën për mua, kam pas gjatë kohë 3 pluma të saj pushke, dhe gjysmën për mërë vetën. Një farë gjysmë që s'është gjysmë. Merreni tha, ju qoftë falë gjaku, sonte me këta pluma, masi nuk e vrava sonte, tha nuk do t'a vras as nesër. Sonte kam pas një falë. Por, zakonisht flasim vetëm për ata që falin. Si ka qenë detyra jonë për të quajtur faljen tek familja tjetër? Ne kemi pas norma. Kemi shkuar në familje dhe kemi thënë, ne sot kemi sjell veç botschaft, më fal, është fjalë gjermanisht, mesazhin, porosin
e familjes tjetër. Ne kemi kërkuar nga familja që ta respektoj familjen me aktin madhështor të tyre, të faljes. Por ne kemi përjetuar edhe gjëra shumë interesante, që janë të pakapshme për mendjen e njerit nëse vetë s'ka qenë brenda. Një burrë një fshati gjithashtu nga Peja, në ditën që kishte ndodhur vrasja, ishte dhënë urdhër një djalë i ri, një burr i ri, të shkojë në Bjeshk për ta vrarë kushëririn e tij, që ishte nga familja tjetër, nga familja që kishte vrarë një burr të kësaj familje. Ai nuk kishte dashur ta vrasë. Ai duhet ta vriste. Ashtu i kishte thënë kryplaku i familjes. Kishte shkuar në Bjeshk. Dhe në Bjeshk, unë e njoh Bjeshkën mirë se jam rrit pjesërisht në Bjeshk. Në Bjeshk kur çmendet moti, është po kaq i çmendur sa vetë politikat e çmendura. Vërtet, ë? Faleminderit. Dhe djali i ri që kishte dalë me delet më herët, kishte thonë, Zot shqyqyr, Zotit ka pru, se kisha frikë mos proj, po merr edhe mua dhe vend. Dhe ky thot me vete, është rrëfimi ti këto që po e them, unë ka marrë për të vrarë, jo për të shpëtuar. Nuk i thot me gojë, por e thot me vete. Ai ofron qumësht, për shesh me qumësht, ushqimi ma tradicional i Bjeshkës. Dhe ai ka frikë ta hajë për sheshin me qumësht, sepse ka frikë që bëhet ma njerëzor. Ne e dim që ati që i hanë bukën nuk guxon t'i bosh keq. Shikoni, frikë nga njerëzia të vetja e tij. Dhe ai e vret atë. E vret natën. Dhe ky rrëfim vjen tek pasi këtij falet gjaku. Dhe ai ndihet fajtor. Dhe ati vjen turp. Kjo ishte ana tjetër e familjes. Faleminderit. Unë do të kisha thënë, do t'i bi shkurt sepse e shoh se koha ime ka ikë. Jo koha ime, si njëri, koha ime e dedikuar për juve. Faleminderit. Do të them një gjë. Do të kisha thënë gjëra të mrekullueshme që i ka bërë njerive këtij vendi. Por unë kujtoj që aksioni pajtimi gjaqeve ka krijuar një vetdije të re. Dhe vetdia atë kohë na thoshte tek ne duhem spaj ta ndim lirin nga brenda, pastaj mund ta fitojmë nga jashtë. Ne e fituam atëherë lirin nga brenda dhe ne kemi sot lirin nga jashtë. Ju falenderoj.